Ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës Margarita Tutulani në Berat, nisi panairi Work and Study. Ky aktivitet zhvillohet në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë, si dhe zyrat e punës dhe ka për qëllim të ftojë të rinj të angazhohen në mundësi studimi dhe punësimi brenda Shqipërisë. Panairi ofroi mundësinë që studentët të njihen nga afër me programet dhe mundësitë që ofrojnë universitetet dhe institucionet arsimore në vend, duke theksuar rëndësinë e një karriere profesionale që bashkon studimet me mundësi punësimi. Jemi në qytetin e Beratit me panairin i cili është kthyer në një institucion për këshillimin e karrierës dhe për gjetjen e hapësirave të punësimit, Work and Study. Ky panair bëhet nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim shumë të ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe natyrisht në një bashkëpunim të ngushtë me zyrat e punës. Qëllimi kryesor është që rinia të jetojë dhe të punojë në Shqipëri. Unë falenderoj shumë maturantët e qytetit Beratit që ishin sot. Përshëndetje, ne vim nga Universiteti Polis. Universiteti Polis është themeluar në vitin 2006. Përbëhet nga 3 njësi të mëdha kryesore, që është Fakulteti i Arkitekturës dhe Art Dizajnit, i cili ka departamentet arkitekturë, art dizajn dhe inxhinieri ndërtimi, Fakulteti i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban, i cili ka departamentin e planifikimit urban, administrimit të biznesit dhe menaxhimit mjedisor urban. Kemi më pas Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, çdo fakultet ka dhe njësinë e tij kërkimore. Përshëndetje të gjithëve. Jemi nga Universiteti Metropolitan Tirana, dhe po ju prezantojmë ofertën akademike në qytetin tuaj. Po shikojmë në banerin tonë, kemi universiteti jonë që përbëhet nga 3 fakultete, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës në programet specifike, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT, në inxhinieri artificiale, inxhinieri kompjuterike dhe Fakulteti i Ekonomisë që ofron drejtat informatikës, ekonomikës, administrimit dhe financës. Të gjitha programet që ofron institucioni janë të licencuara të akredituara. Përshëndetje, unë jam Pazarma, jam përfaqësuese e Departamentit Bankë Financës në Dhoma University. Universiteti pra e Dhoma ofron programe të ndryshme. Nëse i referohemi pa fakulteteve kryesore, janë Fakulteti i Shkencave të Administrimit, Fakulteti i Arkitekturës, Fakulteti i Ligjeve. Unë ju përshëndes, jam profesor Pyrotanku, jam në origjinë Beratas vetë, ku nga Lagja Goric. Kam tashmë 18 vjet që jam pjesë e Universitetit Aleksandër Mosiu të Durrësit. Kemi një përvojë zakonisht shumë të mirë me të gjithë studentët që na kanë ardhur nga ky qytet, dhe veçanërisht kemi kontribuar si universitet për sistemin arsimor dhe për forcën e influencisë që është në të gjithë rrethin e Beratit. Shumë studenti kemi patur nga ky rreth, shpresojmë që të kemi akoma dhe më tepër, dhe mundësitë që jepen në Universitetin Aleksandër Mosiu janë, besoj dhe them që janë më të mira dhe mundshme deri tani në Shqipëri, sepse ne kemi punuar fort edhe për pjesën e ndërkombëtarizimit të programeve. Ky aktivitet synon të nxjisë rritjen e mundësive për inovim dhe zhvillim profesional të rinjve në Shqipëri, duke ofruar informacion të vlefshëm për rrugët që mund të ndjekin në të ardhmen.